Atëherë përshëndetje për gjithë, e hapim seancën në shqyrtimin kryesor. Sot kanë gjykatës themelore në Ferizaj, me datë 1 tetor 2025 në çështjen penale ndaj Panderit Betim Janusi, për shkak të veprës penale posedimi pa autorizuar i narkotik dhe substanca psikotrope ose analoge, nga linji 269, paragrafi 1 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës, si dhe veprën penale bajtja në brendësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve, nga linji 366, paragrafi 1 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës. I akuzuar sipas akuzës, së prokurorisë themelore në Ferizaj, Departamenti për Krime të Rënda, të datës 22 shtator 2025. Prezent është prokurori i shtetit Ekzon Jakupi, i Pandehuri Betim Janusi, si dhe mbrojtësi i tij me autorizim avokati Naim Ferrati. Ka filluar në orën 11:10. Ju njoftoj se shqyrtimi fillestar do të incizohet me audio, si dhe procesi verbali do të mbahet me shkrim. Ju njoftoj se unë jam gjyqtare Alba Makoll dhe me zyrtare ligjore Arbelinda Tahiri Regjepi. A keni vërejtje në përbërjen e gjykatës? Po, vërejtje. Pa vërejtje. Atëherë, në qenë se janë plotësuar kushtet ligjore, gjykata merr vendim që të mbahet shqyrtimi fillestar, i cili është publik. Njëkohësisht në që seanca është publike, me neve janë edhe monitoruesit si dhe pjesëmarrës nga media. Ju njoftoj të gjitha palëve dhe personat të pranishme ta mbani rendin, keni sjellje të mira, mos ta pengoni punën e gjykatës. Në të kundërtën do t'ju tërhiqet vërejtja, ndërkaq se vërejtja është e pasuksesshme. I Pandehuri mund të nxirret jashtë nga gjykatoria, kurse personat të tjerë përveç që mund të nxirren jashtë, mund të dënohen me gjop deri në 1000 euro. Dhe në këtë çështje penale je i Pandehur. Si i Pandehur të takojnë të disa të drejta të cilat janë, ki të drejtë mos me u deklaru për çështjen, mos me u përgjigj në asnjë pyetje. Nëse deklarohesh nuk e ke për detyrë me inkriminu vetën, as të afërmin tënd, dhe as me pranu pajësi, mund të mbrohesh vetë ose nëpërmjet ndihmës juridike ose nga mbrojtësi sipas gjetjes tënde, po ashtu ki të drejtë me kundërshtu aktakuzën dhe provat e cepura në aktakuzë. A më ke kuptuar deri këtu? Po. Avokatin Naim Ferrati e ke zgjedhur me të përfaqësuar këtë çështje penale. Atëherë po ashtu të njoftoj se deri në përfundim të kësaj çështje penale, në rast se ndryshon adresën vendbanimit prej asaj që sapo e the, duhesh me njoftu gjykatën. Po. Mund është më ujë, po jo. Faleminderit. Atëherë me ndryshimet e kodit procedurës penale është paraparë për gjykimin në mungesë. Prokuroria themelore në Ferizaj me datë 22 shtator 2025, kuptim 234 paragrafi 1 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës, ka ngrit akt akuzë kundër të Panderit Betim Janusi. Sepse me datë 11 shtator 2025, kratorës 21 në rrugën Zemen Ajdini në Ferizaj, ka mbajtur në posedim pa autorizim substancë narkotike të llojit kokainë dhe marijuanë, në atë mënyrë që policia gjatë një kontrollit rutinor ka ndaluar veturën e markës BMW me torga 0592-GO, të cilën drejtonte i Panderit dhe gjatë kontrollit në veturën e tij janë gjetur një qese nailoni me substancë narkotike të llojit kokainë, me peshë neto 0.27 gram, 3 qese nailoni me substancë narkotike të llojit kokainë me peshë neto 0.41 gram, 0.31 gram dhe 0.37 gram, me peshë të përgjithshëm prej 1.35 gram. Sjellën një qese nailoni me substancë narkotike të llojit marijuanë me peshë neto 0.22 gram, sjellën 2 qese nailoni me substancë narkotike të llojit marijuanë me peshë neto 1.27 gram dhe 0.94 gram, me peshë të përgjithshëm prej 2.48 gram, të cilat janë sekuestruar nga ana e policisë së Kosovës. Me çka ka kryer veprën penale, posedimi pa autorizuar narkotikëve, substanca psikotrope ose analoge nga linja 269 paragrafi 1 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Po ashtu, me datë kohë në vend të njëjtë si në dispozitivin e parë, ka mbajtur në posedim pa autorizim armën në kundërshtim me ligjin për armë, në atë mënyrë që policia gjatë një kontrollit rutinor ka ndaluar veturën e markës BMW me torga të rejësimi 0592-GO, të cilën drejtonte i Panderit dhe gjatë kontrollit me veturën e tij janë gjetur një armë zjarri e tipit pistolet me numër BF-VIS 5672 me një karikator dhe 16 fishek të tipit Lugar 9 mm. Shkurse, me rastin e kontrollës në banesën e tij, janë gjetur edhe 26 fishek të tipit Lugar me kalibër 9 mm, të cilat janë sekuestruar nga ana e policisë së Kosovës, me çka ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve nga linja 366 paragrafi 1 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Faleminderit shtore. A e ke kuptuar këtë? A ke nevojë me të sqaroj diçka? Po, kam nevojë me të sqaroj, desha me të sqaroj që
gjatë kontrollit, gjatë daljes policisë, në vullnetarisht i kam tregu policit, siç është i cek në raport të prokurorit. A e kitë qatë fillimisht ata Po, çka të lexoj prokurori. Deri këtu e kitë qatë. Atëherë më jap mundësinë me deklarimin, po fillimisht vetëm më përgjigj tek kitë. Bie keq. Atëherë, para se më deklaru lidhur me fajsin, unë të njoftoj se në rastet të pranon fajsin, pranimi i fajsisë është rrethon lehtësuese me rastin e caktimit të llojit të lartësisë të dënimit. Mirë po nëse të pranon fajsin dhe gjykata aprovon këtë pranim fajsie, ndaj teje do të ketë një aktgjykim dënues dhe rrjedhimisht nuk do të ketë procedurë të gjykimit të provave dhe ndaj këtij aktgjykimi nuk kitë drejtë ankese për shkak të bazës ankimore vërtetimi ka gabuar dhe jo i plot i gjendjes faktike. Për veprën penale posedim i narkotikëve të cilat vihet në barë parashihet dënim me gjuhë dhe me burgim prej 1 deri në 3 vjet, ndërkaq për veprën penale armbajtja parashihet dënim me gjuhë deri në 7.500 euro ose burgim deri në 5 vjet. Atëherë e ki mundësinë me pranu fajsin ose me deklaru i pafajshëm. Qysh deklaru fajsin? Ajo konsultu me avokatin, e pranon fajsin. Tash mundesh me shtu atë pjesën që ta i kam... Me vazhdu aty apo për i këtu? Jo, mirë është vazhdu. Desha me cek që mas pari për vjen mu, desha t'i kërkaj falje trupit gjykues si dhe prokurorisë shtetit, si dhe zyrtarëve policorë për natyrën e veprës sime penale, nga e cila edhe më vjen tërë. Sa i përket armbajtjes, unë ndjehemi kërcënuar vazhdimisht në rrjetet sociale për shkak të rastit të vëllavit, edhe për shkak të personazhit tim publik, nga i cili marrë kërcënime anonime vazhdimisht në rrjetet sociale. Desha t'i bëj ta ceki edhe si desha më herët me cek që gjatë kontrollit të makinës, unë vullnetarisht i kam treguar për posedimin e tem të armës, vullnetarisht i kam dhënë keset që i kom pas me substanca narkotike, vullnetarisht i kom tregu policëve për që kam posedim në banesë, të substancave tjera, si dhe të fishele. Të gjitha këto i kam tregu vullnetarisht pa më pyet ose pa mandat të prokurorit. Edhe deshta me shtu që veç një qypota ta ketë parasysh që unë jam i vetëm i moshkull familje dhe për kujdesem për nënën 63 vjeçare, vajzën 1 vjeçare si dhe gruan, të cilat pa nuk mund t'i plotësoj nevojat bazike. Desha që kjo të jetë e qartë dhe t'i keni parasysh këto rrethona dhe të simpatizoni me situatën e tyre nëse nuk simpatizoni me situatën ta. Atëherë, si pande ori betimi Janusit e ka mund është në betim. E pranoj fajsin, më vjen kesh për rastin, më vjen kesh për natyrën e... Falë, desha më shtu, pëndojmë, nëse nuk e pota më qërë të që pëndojmë për kam tërp, sidomos për akuzën e parë, nuk është dopsia karakterit tim, nuk besoj, nuk do t'a përsëris më. Rrekull është, e pranoj fajsin, kërkoj falje për veprën të cilën e kam kryer, më vjen kesh për natyrën e veprës penale. Atëherë, po ndroj si të panderit avokatin e imperati, që të deklaruar lidhur me pranin e fajësisë mëna të panderit që e përfatësa. Faleminderit gjyqtarin nderuar, prokuror, nderuar media, kolegë që nisët të nishëm. Pas konsultimit me të mbrojtërin tim, lidhur me mundësitë ligjore në pranimin e fajësisë, i njëjti me vullnet të lirë, pa presion dhe i vetëdijshëm për pasojat dhe benefitet ligjore të përcaktuara në rastin konkret. Në këtë seancë është deklaruar lidhur me pranimin e fajësisë së tij për veprat penale që i vijnë në barë nga organi i punës. Për faktin se i mbrojturi me njerë pas ndalimit në trafik nga zyrtarët policorë i ka njoftuar të njëjtit për posedimin e rreth 2 gram të substancave narkotike. Posedimin e 2 gram. Të cilat i kishte për përdorim personal. Dhe për posedimin e një pistolete, vis revolver,
për arsye të rrethonave që gjendet dhe me qëllim të sigurisë personale. E po ashtu, i njëjti me të shoqëruar në stacionin policor, ka njoftuar zyrtarët e timor që me banesën e tij posedon një sasi të vogël të substancës marijuane dhe disa fishek të pistoletës që kishte në posedim. Sa i përket substancave narkotike që ishin për përdorim personal, pasi i njëjti është përdorues i këtyre substancave narkotike, fakti i vërtetuar edhe përmes dokumentacionit mjekësor të qytetit, që konstaton varësimet e njëjtit nga këto substancë. Vlen të theksohet që i mbrojturi nga ana ime vullnetarisht ka pranuar mbastisjen në banesën e tij dhe ka informuar paraprakisht që edhe në lojë njësë posedon disa fishek të revoltës. Ka njëtuar që një herët posedon në disa fishek të revoltës. Gjithashtu rifleksojmë se i pandevri si sot pranë gjykatës, por edhe në faza tjera të procedurës ka pranuar veprimet e tij që e ngarkon aktakos. Dhe ka shprehë keqësari të thellë për rastin e fjalë. Andaj, duke pas parasysh që pranimi i fajësisë në rastin konkret është në përputhje me normat ligjore të Republikës Kosovës, i propozojmë gjykatës që pranimin e fajësisë nga i pandevri ta pranojë si të tillë, dhe lusim gjykatën që gjatë vendosjes lidhur me sankcionin penal të njëjtit i shqiptojë një dënim më të butë, duke u bazuar edhe në rrethonat personale dhe familjare, për të cilat konsiderojmë se janë rrethona ekskluzivisht lehtësuese për të pandevrit. Si në vend. Një nga to ekskluzivisht lehtësuese. Siç është pranimi i fajësisë, në këtë seancë fillestare, po ashtu dhe sjellja e tij korrekte dhe i sinqertë edhe gjatë fazës së hetimeve me institucionet zbatuese të Republikës Kosovës, po ashtu faktin se Republikës së Kosovës, po ashtu faktin se i njëjti sa i përket dispozitivit të parë të veprës penale, është hera parë që ka ndesh me këtë lloj të veprës penale. Dispozitivit të parë të aktakuzës është hera parë që ka rreth një. Po ashtu edhe rrethonat familjare siç i potencoj edhe vetë i pandevri, kujdesin ndaj nënës së tij, ndaj gruas dhe vajzës së vogël apo të mitur, për të cilat
ka dhe obligime financiare për sigurimin e mirëqenies së tyre. Po ashtu edhe elementet personale, ku i njëjti është një artist dhe nga puna e tij krijon edhe ekzistencën personale dhe familjare. Dhe nuk njihet si një person konfliktuos, por si një person i qetë, i Nuk shoqëruar, njëhet si një person konfliktuos, por si një person i qetë, por si një person i qetë, i shoqëruar dhe shumë social. shoqëruar dhe shumë social. Në të tjerë. Andaj i propozojmë gjykatës që pas analizimit të gjitha këtyre rrethonave, Pas analizimit, të gjitha këtyre rrethonave lehtësuese, të mbrojturit tim të shqiptoj një sankcion penal në të butë, duke përfshirë këtu dënimin e kusht, nëse gjykata vlerëson lidhur me marrjen dhe shqiptimin e sankcionit penal tjetër, që në fillim për shqiptimin e sankcionit penal, tjetër, që në fillim japim përqen që në kuptim të menit 44 të kodit penal, në kuptim të 44. që dënimi eventual në burgim të zëvendësohet në vlerën e gjokë. Dhe kjo edhe për arsye të pendimit dhe kërkimfarjes së fytyrës sinqert dhe premtimit për nësoj gjykatën dhe po besoj sot dhe për në publikut dhe dashamirëve të tij që asnjëherë nuk do të bjerë në ndesh me ligjin se përket këtyre gjykatave. Shka tjetër avokatit? Aprovohet propozimi mbrojtësit të pandehurit të Betemi Anuzi avokatin Naim Ferrati, të pandehurit interpretet në asaj para publikimit të sajt, a lidhur me këtë vendim, gjykata do të jap arsyet e saj në atë vendimin e veçantë me shkrende, të cilët atë vendim palët kanë të drejtë ankese. Sa i përket, ki nevojë me falendëru fare, kjo është brenda kornizave ligjore. Sa i përket asaj se pranimi pajisjes është refuzuar, gjykata jep mbrojtjes afatit prej 20 ditësh, 20 ditësh për kundërshtimin e aktaktuesës dhe pranueshmërinë e provave. Në rast se paraqitet kjo kërkesë, prokurori i shtetit ka afat prej 15 ditësh të jap përgjigje lidhur me këtë kërkesë. Në rast se nuk paraqitet kjo kërkesë, konsiderohet se mbrojtja ka hequr dorë nga paraqitja e kërkesës së tij dhe gjykata do ta caktojë shqyrtimin gjyqësor. A keni vërejtje në proces verbal, atë që e kam diktuar nëse është transmetuar edhe në proces verbal, atëherë proces verbali është diktuar. Nëse nuk ka vërejtje, konstatohet se ka përfunduar në orën 8:40. Atëherë ju ftoj me nënshkru procesin dhe jemi thirrë. Përshëndas gjithë. Kalanimi. Não,